nga deputeti Eman Rahmani, me përkrajën e Komisionit Funksional, urna deputet. Faleminderit, amandamenti ka të bëjë me propozimin për ndërtimin e xhamisë së Ibrit. Është një amandament cili besoj që paraqet edhe vullnetin politik të vetë kryeministit, për shkak se gjatë fushatës ka premtuar që kjo xhami do të ndërtohet, andaj bëj thjesht ta votojnë gjithë. Faleminderit, përgatitemi për votim, votojmë tash. Nuk kalon amendamenti 83, 51 deputet kanë votuar kundër, 21 për, 6 abstenime. Vazhdojmë me amendamente tjera.